Pas shpërthimeve të Tritolit të shënuara mbrëmjen e së mërkurës, ka reaguar Partia Demokratike duke denoncuar atë që e vlerëson si kapjen e policisë së shtetit nga militantët. Po emërohen detyra të rëndësishme dhe po marrin gradat më të larta militantë të njohur të partisë në pushtet, ish sigurim sa të kohës diktaturës dhe persona që spikasin për besnikërinë ndaj ministrit dhe klanit të tij. Sipas demokratëve, policia po përdoret për fushata selektive të kryeministrit, duke çuar rendin dhe sigurinë në nivelin e saj më të keq në këto vite. Policia e shtetit ka braktisur sot detyrën e saj kryesore që është rendi dhe siguria publike dhe po urdhërohet të përdoret për fushatat selektive të kryeministrit kundër fukareve që rregullojnë çatitë e shtëpisë, por që apo ata që nuk paguajnë energjinë elektrike, ndërkohë që Tritoli, vrasjet, aksidentet, vjedhjet dhe grabitjet janë kthyer në zakonin e ditës. Por ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, lidhur me shpërthimet e Tritolit, ku vetëm në 24 orët e fundit janë shënuar 3 raste në Kamës, Fushkruj dhe Kruj, thotë se askush nuk do t'i shpëtojë hetimit. Çdo ngjarje kriminale do hetohet. Unë nuk besoj ka shanse njeri të përsëriti atë që ndodhi vjetë.